Fill pas përmbytjeve që prekën Vlorën, përgjatë vitit të kaluar, nisi në qytet një aksion i përgjithshëm për pastrimin e kanaleve kulluese dhe atyre të ujrave të larta. Aksion ky i cili konsistonte në pastrimin e të gjitha kanaleve në qytet për të mos ndikuar më pas në bllokim të tyre, por edhe në shkaktimin e të tjera situatave të përmbytjeve në Vlorë, ku nuk janë shpangur as dëmet e shumta materiale në banesa dhe biznese. Por megjithse kanë kaluar pak muaj nga ky aksioni pastrimi në Vlorë, kanalet kulluese në qytet, ato të ujrave të bardha dhe të larta, kanë përfunduar në të njëjtën gjendje si më parë. Pas realizimit të aksionit të përgjithshëm të pastrimit në kanalet kulluese në Vlorë, u premtua se të tilla aksione do të ishin të shpeshta në mirëmbajtjen e kanaleve kulluese të qytetit për të garantuar shmangjen e situatave emergjente, por me sa duket, diçka e tillë nuk ka ndodhur. Pavarësisht se prej përmbytjeve të fundit, më të mëdha që prekën qytetin, ka kaluar thojse një vit, asnjë përpjekje nuk ka patur për gjatë muajve për të ndërmarrë të tjera aksione pastrimi apo edhe për mirëmbajtjen e kanaleve kulluese. Madje nuk ka patur as aksione për largimin prej andej të mbeturinave të shumta që vlen të theksohet se janë hedhur dhe vazhdojnë të hidhen në rrjetin e kanalizimeve dhe kanaleve kulluese në qytet nga vetë qytetarët. Një prej kanaleve kulluese, ai i cili shtrihet përgjatë aksit që lidh Transballkanike me autostradën e Vlorës si pjesë e lagjes kushtrimi, po të imbushet si më parë sërish nga mbeturinat. Në zonën e ish bonifikimit, vihet re sot se mbeturina të shumta po hidhen aty nga qytetarë të papërgjegjshëm. Hyrja e këtij kanali pranë rrugës Ramize Gjebrea mund të konsiderohet e bllokuar totalisht nga mbeturina të shumta. Në brendësi të kanalit gjen sot mbetje të ndryshme, si ato të plastikës, 10 bidona, por edhe mbetje me material robe. Nuk mungojnë aty as ndonjë orendi shtëpiake dhe mund të gjesh madje edhe pjesë automjetesh dhe goma makine. Kjo situatë është përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit, edhe aty ku sot e kanë mbuluar kallamishtet, teksa kanali kullues në fjalë në të gjithë gjatësinë e tij është pushtuar sërish nga barishtet, duke mos të dhënë as pak përshtypjen se kemi të bëjmë me një kanal kullues i cili kalon mes për mes një prej akseve kryesore të Vlorës.